Bibla nga fillimi deri në fund e bën plotësisht të qartë se një ditë historisë do t'i vi fundi. Jezusi do të rikthehet për t'i marrë fëmijët e tij në shtëpi dhe na tregon se si duhet të jetojmë me sigurinë e rikthimit të tij. Sot do të dëgjojmë nga goja e vet Jezusit përgjigjen për pyetjen: çfarë ndodh vetëm një çast pasi të vdesi? Çfarë ndodh me një besimtar dhe me një jo besimtar? Çfarë ndodh? Te Luka kapitulli 16, duke filluar nga vargu 19, Zoti ynë Jezus na hap një dritare për atë që ndodh me çdo njeri pas vdekjes. Jezusi në mënyrë të hirshme na tregon saktësisht se çfarë i ndodh pas vdekjes një besimtari dhe një jo besimtari. Por para se të shkojmë te ky pasazh, dua që t'ju tregoj disa gjëra. Gjëja e parë që vëm re është se vendi ku shkojnë besimtarët është një vend me gëzim të papërshkrueshëm, kurse vendi ku shkojnë jo besimtarët është një vend me një agoni të papërshkrueshme. Dhe është e pamundur që të kalosh nga njëri vend në tjetrin, pavarësisht se sa kohë njerëzit kalojnë aty, pavarësisht intensitetit të vuajtjeve dhe mundimeve, pavarësisht statusit shoqëror që ka pasur dikush i ashtu quajtur njeri i pasur në këtë jetë. Të vetmen mundësi të mundshme për ta transferuar përjetësinë tonë nga ferri në parajs e kemi në këtë jetë. Pas kësaj është shumë vonë. Këtu ka kuptim shprehja shumë vonë. Nuk është shumë vonë për sa kohë merrni ende frym, por do të vi një kohë kur do të jetë shumë vonë. Le të shohim bashkë, ju lutem, fjalët e Zotit ton Jezus. Këtu kemi disa gjëra shumë të rëndësishme që besoj me gjithë zemër se Zoti do që t'ja mësoj gjithë secilit për nesh, qofshim të rinj apo pleq, kjo nuk ka as pak rëndësi. Por gjëja e parë që dua t'ju them është se ka disa njerëz që në mënyrë të gabuar mendojnë se ky njeri përfundoi në atë pjesë të Hadesit ku ka vuajtje për shkak se ishte i pasur. Por kjo është shumë larg së vërtetës. Kuptoni që ky njeriu nuk përfundoi aty për shkak se ishte i pasur, sepse gjithë Bibla nga fillimi deri në fund nuk i dënon kurrë të pasurit. Por arsyeja pse ky njeri përfundoi në atë pjesë të tmerrshme të Hadesit, dhe do t'ju shpjegoj pas pak ndryshimin, ishte lakmia e tij. Ishte për shkak të egoizmit të tij, ishte egocentrizmi i tij, ishte për shkak të adhurimit të vetes së tij, sepse atij interesonte vetëm vetja e tij dhe askush tjetër. Le ta shohim bashk pasazhin. Është historia e dy njerëzve që përfunduan në dy destinacione të ndryshme të përjetshme. Njëri jetoi për veten e tij, kurse tjetri jetoi për Perëndin. Njëri adhuroi veten e tij, kurse tjetri adhuroi Perëndin. Kujtoni që Jezusi po e tregonte këtë histori përpara vdekjes dhe ringjalljes së tij, sepse do t'ju shpjegoj se çfarë kishte ndodhur deri në atë kohë. Ai po e tregonte këtë histori të vërtetë, histori reale. Përpara vdekjes dhe ringjalljes së tij, ai nuk ishte shkuar ende në kryq. Pse po e them këtë? Sepse në dhjatën e vjetër, për besimtarët e dhjatës së vjetër, që prisnin dhe shpresonin me besim ardhjen e Mesias së tyre, duke filluar që me Abrahamin 2000 vjet përpara Krishtit, Jezusi tha: Abrahami e pa ditën time dhe u gëzua. Kuptoni që çdo njeri pas Abrahamit, dhe këtë e shohim te të gjithë profetët, në veçanti te Jeremia, Ezekieli dhe Isaia, çdo njeri mezi e priste ardhjen e Mesias. Ata shpresonin në ardhjen e Mesias dhe këtë e shihnin përmes syve të besimit. Prandaj në Hades kemi dy rajone. Të dy vendet ishin të ndara, por mund të komunikonin me njëri tjetrin. Njëri rajon quhej Gjiri i Abrahamit. Në të vërtet është një fjalë hebraike që tregon miqësi, intimitet me Abrahamin. Ata ishin afër me të. Pse? Sepse Abrahami ishte i pari që pa me anë të besimit ardhjen e Mesias, shpenguesin e botës, shpenguesin e Izraelit. Rajoni tjetër i Hadesit ishte një vend vuajtjesh dhe mundimesh.
Por ju lutem nuk duhet të shpëtoj kjo. Që të dy njerëzit ishin plotësisht të vetëdijshëm pas vdekjes. Jo besimtari ishte i vetëdijshëm për rajonin e Hadesit ku ndodhej ai, ku ka vuajtje të mëdha, të pabesueshme, të jashtëzakonshme, të padurueshme. Ai kishte edhe kujtime. Ai mundej edhe të fliste. Ai po përjetonte dhimbje. Gjithashtu edhe Lazari kishte kujtime. Edhe ai mund të fliste. Por ai po përjetonte gëzim. Në të ashtu quajturin gjiri i Abrahamit, vargu 24. Ky njeri egocentrik që adhuronte veten tha, o atë Abraham, ai mund ta quante Abrahamin atë sepse është e qartë që ishte hebre. Që të gjithë hebrejt e shihnin Abrahamin si atin e tyre, por jo të gjithë hebrejt ishin të shpëtuar. Jo më shumë nga sa janë të shpëtuar gjithë të ashtu quajturit të krishterë. O atë Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë që të më freskoj gjuhën, sepse po vuajt me rësisht në këtë flak. Të dashur, Biblia na e bën shumë të qartë tek 1 Korintasve 15:54, 2 Korintasve 5:2 dhe 3, se besimtarët sa po shkojnë në parajs, që në çastin që mbyllin sytë dhe vdesin, ata do të marrin një trup të lavdishëm, që në çastin që arrin në parajs. Shpirtrat tanë nuk do të enden vërdall në parajs, derisa të rikthehet Krishti. Kur gjonit e zbulesa pati privilegjin që të merren në qiell, ai nuk pa shpirtra që të endeshin vërdall, ai pa njerëz të vërtet. Njerëz të vërtet në trupat e lavdishëm. Sa për Lazarin, ai ishte në atë vend të bekuar ku ishin të gjithë shenjtorët e dhjatës së vjetër. Ata ishin në gjirin e Abrahamit ose në shoqërinë e Abrahamit. Të gjithë ata që kishin ndarë besimin e Abrahamit duke pritur ardhjen e Jezusit përpara se Jezusi të vinte, ata kishin qenë me Abrahamin. Kjo është arsyeja pse Jezusi tha se ata do të vinë nga lindja dhe perëndimi, që do të vinë nga Afrika, nga Azia, nga Amerika e Jugut, nga Amerika e Veriut, ata do të vinë nga gjithë bota dhe do të jenë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Por ata që janë pasardhës fizik të Jakobit dhe Abrahamit, por që e kanë refuzuar besimin e Abrahamit, nuk do të mund t'ja dalin dot. Pas ringjalljes së Jezus Krishtit, Apostulli Pjetër në letrat e tij na tregon se Jezusi shkoi në Hades. Ai shkoi në Hades. Dhe aty ai shpalli që është Zot. Ai u shpalli fitoren e tij mbi vdekjen atyre shenjtorëve të dhjatës së vjetër që ndodheshin në atë rajon të Hadesit, të cilët po prisnin dhe po shpresonin me durim. Ai shkoi dhe deklaroi që ai është Zot. Ai shkoi dhe u shpalli ringjalljen e tij të gjithë atyre shenjtorëve të dhjatës së vjetër, pastaj mori ata nga ai rajon i Hadesit dhe hapi parajsën për ta. Amen. Dhe që nga ajo kohë, çdo shenjtor i dhjatës së re, çdo njeri që ka vdekur në Krishtin, ka qenë me ta në parajs. Që nga ajo kohë në vazhdim. Gjëja e dytë që dua t'ju them është kjo. Nuk dua t'ju shpëtoj kjo. Që të dy destinacionet janë të ndarë në mënyrë të pakthyeshme. Në vargu 26, Abrahami thot: midis nesh dhe jush është një humner e madhe, është vendosur. Dhe ne nuk mund të kalojmë nga ju, as ju nuk mund të kaloni nga ne. Të dashur, ka disa njerëz të cilët e kanë bindur veten se në një farë mënyre, nëse ata përfundojnë në vendin e mundimeve, Perëndis do t'i vi keq për ta dhe do t'i marrë në anën tjetër. Kjo nuk na thuhet këtu. Lajmi më i mrekullueshëm, të dashur miq, lajmi më i mrekullueshëm në këtë histori është gëzimi i papërshkrueshëm që i pret besimtarët me njëherë pasi të vdesin. Ju lutem, më dëgjoni me kujdes. Nuk ka vend pritjeje. Nuk ekziston purgatori. Nuk thuhet në asnjë vend të shkrimit.
nuk ka gjumë të shpirtrave, që në çastin që mbyllni sytë dhe vdisni nëse jeni në Krishtin, ju me njëherë do të shihni fytyrën e Krishtit. Në fakt, pikërisht këtë i tha Jezusi mëkatarit të penduar në kryqin ngjitur me të. Ai nuk i tha, e di çfarë, do të vijë një kohë pasi shpirti yt të shkojë në gjumë dhe pastaj të zgjohet. Jo, ai tha sot. Sot do të jesh me mua në parajs. Dhe arsyeja pse Bibla e quan vdekjen e besimtarit gjumë është më shumë një mënyrë semite të shprehuri, sepse ashtu si gjumi i thellë është ripërtëritës dhe ashtu si gjumi është i përkohshëm sepse ne i mbyllim sytë këtu dhe i hapim në parajs. Gjumë do të thotë ti thuash miropafshim dhimbjes fizike që ne përjetojmë në jetën në tokë. Më dëgjoni me kujdes. Unë dua ta theksoj këtë pikë. Unë do ta theksoj këtë pikë sepse e di që disa prej jush vinë nga tradita dhe nga kisha që kanë mësuar gjumin e shpirtit, që kanë mësuar që shpirti shkon në gjumë deri në ditën e ringjalljes. Dhe të gjitha këto janë bazuar mbi një gjë te Thesalonikasve, ku Pali thotë, të vdekurit do të ringjallen të parët, por nuk e kuptojnë se menjëherë pas kësaj Pali thotë se ata do të vinë bashkë me Krishtin në biret. Dua të them se për ne ata janë të ringjallur, por nuk do të jenë në tokë, nuk do të shkunden varrezat dhe ata do të dalin që aty. Jo, ata janë tashmë në parajs. Kur Stefani, martiri i pari krishter, kur ai vdiq, njerëzit e qelluan me gur derisa më në fund kur ishte gati për të vdekur, çfarë tha ai? Shpirti im do të fler tani? Jo, ai pa Jezusin që qëndronte lart gati për ta marrë atë. Dhe pikërisht për këtë arsye apostulli Paul ka thënë te Filipianëve 1:23, kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të jem bashkë me Krishtin. Gjëja më e mirë. Pali nuk tha, dëshiroj që të vdes që shpirti im të bjerë në gjumë. Ai dëshironte të vdiste sepse e dinte që do të kalonte me njëherë në mënyrë të drejtë për drejtë, do ishte me njëherë në prani të Krishtit. Pali ishte i dyzuar, po ju them sinqerisht, kam Zotin dëshmitar që tani e kuptoj këtë ndjesi. Ai ishte i dyzuar mes dëshirës që të shkonte për të qenë me Krishtin, apo për të qëndruar dhe për të shërbyer më shumë dhe të çonte njerëz të tjerë në parajs. Ai e bëri shumë të qartë se për të qenë në lavdi, për të qenë në atë trupin e lavdishëm në parajs, pa dyshim që është shumë herë më mirë. Kuptoni që Pali nuk ishte as pak i tmerruar nga vdekja, nuk ishte as pak i friksuar nga vdekja. Ai mezi po e priste atë, sepse do të thoshte se do të ishte në praninë e Jezusit. Tek 2 Korintasve 5:8, Pali na e shpjegon dhe thot, na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë të banojmë bashkë me Zotin. Te Zbulesa 14:13 Gjoni thot, lum të vdekurit që këte jetutje vdesin në Zotin, po, thot fryma, që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre të ndjekin. Sërish tek 2 Korintasve kapitulli 5, Pali e përshkruan këtë trup në të cilin do të banoj shpirti ynë, sepse ky trup nuk jeni ju. Është thjesht një banesë, është një banesë e përkohshme, ku jeton shpirti juaj, shpirti që është brenda jush, ai jeni ju. Dhe Pali e përshkruan këtë trup, këtë mishë dhe gjak, në të cilin banon shpirti ynë, si një çadër. Një çadër. Tani, çfarë ndodh me një çadër? Një çadër dëmtohet, një çadër varet, një çadër bëhet zhele dhe pastaj në fund ajo çadër rënohet. Çadrat gjithmonë na kujtojnë natyrën e përkohshme të këtij trupi toksor, të këtij vend banimi toksor ku ndodhet shpirti ynë. Ne jemi në një udhëtim të gjatë, miqtë mi të dashur. Ne po udhëtojmë, ne kemi një plan udhëtimi dhe po shkojmë në shtëpi për të qenë me Jezusin. Pastaj dua që të ndaj edhe diçka të tretë me ju. Dhe që Jezusi donte që ata që e njohin dhe e duan atë të dinë për përjetësinë,
Kjo është vetë dishmëria. Vetë dishmëria, më lejoni ta përsëris, vetë dishmëria. Ky njeri egocentrik që adhuronte veten, ky njeri pa emër, ishte plotësisht i vetëdijshëm, se e meritonte të ishte aty ku përfundoi, që mori atë që meritonte në atë vend mundimesh. Ai nuk u ankua kur, ai nuk tha kur, po kjo është e padrejtë, kjo është një padrejtësi, kjo është fatkeqësi, si mund të ma bënte mua këtë një perëndi i dashur? Jo. Ne e bëjmë këtë sot njerëzit e bëjnë këtë gjithë kohën, por kur të arrin vetëdijshmërinë më të madhe, nuk do ta bëjnë më këtë, nuk do ta thonë më këtë. Njerëzit do ta kuptojnë se përfunduan në atë vend për shkak të vetes së tyre. Ai e dinte se mori atë që meritonte dhe që përfundoi aty ku e meritonte. Ai kishte një vetëdijshmëri të madhe për mëkatin dhe rebelimin e tij kundër Perëndisë. Ai kishte një vetëdijshmëri të madhe se e jetoi këtë jetë për veten e tij, duke e shpërfillur Perëndin dhe nevojat e të tjerëve. Sa herë që e lexoj këtë histori, ajo gjë që më bën më shumë përshtypje është fakti që ky njeri që adhuronte veten ndodhej vetëm për disa sekonda në atë vend mundimesh dhe u bë ungjilltar. Jo thjesht që të dëshmonte, por u bë ungjilltar. Le të shohim vargjet 27, 28 dhe 29. Ringjallë sërish Lazarin dhe dërgoj atë te familja ime. Dërgoj atë te 5 vëllezërit e mi. Kur ta shohin atë të ringjallur prej së vdekurish, të mund të besojnë dhe të mos vijnë në këtë vend të tmerrshëm, plot dhimbje dhe me mundime. Mos e harroni këtë që do t'ju them, mos e harroni këtë që do t'ju them tani. Ky njeri egocentrik dhe që adhuronte veten, ju përgjërua Abrahamit. Vargu 30. Nëse dikush ringjallet prej së vdekurish dhe shkon te vëllezërit e mi, ata do të pendohen dhe nuk do të vinë këtu. Pastaj kemi përgjigjen klasike të Abrahamit, nënvizojeni këtë në Biblën tuaj, unë mund të predikoj një mesazh të tërë mbi këtë. Mbase më shumë se një. Vargu 31. Më lejoni t'ju bëj një përkthim tim. Ju keni Biblet me vete, kontrollojini nëse them ndonjë gjë ndryshe nga pasazhi, por do t'ju jap një përkthimin tim. Nëse nuk e dëgjoni dhe nuk i bindeni fjalës së Perëndisë, të cilën ata tashmë e kanë, të cilën tashmë e dinë, edhe nëse dikush ringjallet për së vdekurish, nuk do të besojnë. Ky njeri e dinte se vendimi që marrim këtu dhe tani në këtë jetë do të ndikojë në përjetësinë tonë. Sigurisht, duke patur një perceptim dhe kuptueshmëri kaq të madhe, ai bëhet i vetëdijshëm për faktin se marrëdhënia me Perëndin përmes Jezus Krishtit është gjithçka. Nuk duhet ju shpëtoj kjo. Ju mund të keni çdo gjë në këtë botë, por nëse nuk keni një marrëdhënie me Jezus Krishtin, Jezus i tha, çfarë fitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humbet shpirtin e vet. Ne e pam në mesazhin e shkuar nevojën që të shqyrtojmë me kujdes çdo investim që bëjmë në këtë jetë. Pse? Sepse kjo ndikon te përjetësia. Këtu ai po thot se marrëdhënia juaj me Perëndin përmes Jezusit në këtë jetë do të përcaktoj përjetësinë tuaj. Siç e thash se do t'i kthehesha kësaj dhe po i kthehem tani. Hadesi ishte një referencë në dhjatën e vjetër, për vendin ku shkojnë të gjithë të vdekurit, por ai përbëhej nga dy rajone. Sepse kjo ishte përpara se parajsa dhe ferri të ndaheshin përfundimisht. Pas vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, siç edhe ju thash, ai shkoi në Hades, në vendin ku po prisnin shenjtorët e dhjatës së vjetër, shpalli fuqinë e tij dhe fuqinë e ringjalljes së tij, përligji besimin e tyre dhe pastaj i mori drejtën në parajsë dhe hapi dyert e parajsës.
dhe që nga ajo kohë në vazhdim. Pas ringjalljes së Jezusit, ndarja mes këtyre dy vendeve u bë e pakthyeshme në çdo mënyrë të mundshme. Ndërsa në Hadesin e vjetër nga të dy rajonet mund të komunikonin me njëri tjetrin, tani nuk ka më komunikim. Nuk ka më komunikim. Dhe çdo besimtar i dhjatës së re, të cilit i kemi thënë mirupafshim në këtë jetë, është në parajsë me Jezusin. Pikërisht tani. Vuajtjet dhe mundimet e atij rajoni të Hadesit, më dëgjoni pak, janë shumë të lehta në krahasim me gjykimin përfundimtar të ferrit. Pas ringjalljes së Jezusit, humnera mes parajsës dhe ferrit u bë e pamundur për t'u kaluar. Komunikimi që kishin të dyja vendet tani është i pamundur. E thash në mesazhin e shkuar, nëse planifikoni të udhëtoni, nëse do të shkoni me pushime, nëse po mendoni pensionin, çfarë do të jeni duke planifikuar për të ardhmen, të paktën zbuloni se ku do të shkoni, studioni se ku do të shkoni. Disa njerëz sot lexojnë për shtypje, për vendin se ku do të shkojnë, shikojnë se çfarë kanë thënë njerëzit, kurse ne kemi fjalën e Jezusit. Është e vetmja përshtypje që na nevojitet, e vetmja përshtypje që do t'ju nevojitet. Prandaj miqtë e mi të dashur, sa shumë më tepër duhet të shqetësohemi se ku do ta kalojmë përjetësinë, përgjithmonë dhe në jetë të jetëve. Nëse vdisni sot, a do të jeni në praninë të Jezusit me atë trupin e lavdishëm? Dhe nëse përgjigjja juaj është shpresoj që po, bëni mirë që të siguroheni për këtë. Nëse keni edhe dyshimin më të vogël, sigurohuni që të mos e lini këtë vend pa e zgjidhur këtë.